Rikthehemi sërish në studio dhe tani ka ardhur momenti që të shpalosim ca gjëra që ne nuk dimë për sistemin bankar. Në fakt ne të gjithë pothuajse punojmë me bankat, funksionojmë përmes marrjes së pagave tona mujore, por ca prej neve edhe me kredi edhe me shërbime tjera të cilat bankat i bëjmë, mirë po sa në fakt dimë për to dhe ku janë ato sekrete të cilat ne nuk i dimë. Për gjitha këto së bashku me ne është Shenaj Haxhi Mustafa, e cila është profesore universitare dhe me cilën do flasim më shumë në këtë drejtim. Nuk i di nëse e kemi në linjë profesoreshën. Mirëmëngjesi, profesoresh. Mirëmëngjes, Era. Si jeni? Si u zgjuat sot? Mirë, faleminderit. Mirë, shumë mirë. Faleminderit për ftesën që të jem pjesë e emisionit juaj. Faleminderit edhe juve që pranua, do flasim pak më shumë për bankat. Më thoni pak, për shkak se ju jeni e sferës e ekonomisë, tani po e përgjithsoj unë pak, kur thuhet fjala banka, çfarë ju simbolizon direkt? Banka do thotë vend ku mund të lidhen ato të cilët kanë teprisë të paras me ato të cilët kanë nevojë të paras. Sa bukur e thatë se kur thatë teprisë të paras, unë dalat mendojmë në momentin në kohën ku po jetojmë në Maqedoni të Veriut, nuk e di nëse kanë shumë njerëz teprisë të parave, po edhe kjo tjetra është shumë e vërtetë. Po gjithsesi që i kanë, nëse nuk do kishin teprisë, bankat punojnë në bazë të depozitave. Nëse nuk do ekzistojshin depozitat në banka, nuk do mundeshin edhe të jipen në kredi në kuadër të ekonomisë tonë. E tani ne do shkojmë dal nga dal për të shpalosur të gjitha këto, edhe kredite dhe depozitat edhe gjitha shërbime tjera për t'i bërë pak më të qarta. Mua gjithmonë më ka dhënë një interes shumë të madh ajo se si ka filluar ideja për të kriju një bankë edhe të vijmë deri në një moment ku ne sot nuk mund të funksionojmë pa bankat. Ashtu. Do thotë vetë historiku i bankave daton që nga kohët më të hershme të qytetërimit njerëzor, qysh në Mesopotaminë e lashtë, tempujt dhe faltorët atëherë kanë shërbyer si vendruajtësi të mirave materiale dhe monetare, edhe në atë kohë ato kanë dhënë huadhe, kanë bajtë regjistrime financiare në plaka baltë. Në Egjipt dhe Greqi, individët të quajtur trapezitës gjithsej ushtronin në funksione të ngjashme me bankat moderne, duke shkëmbyer monedha dhe dhënë kredi. Ndërsa në periudhën romake, zhvillimi i bankave vazhdoi ku bankierët privat kanë shërbime me shërbime të ndryshme financiare. Dhe pas rënjes perandorisë romake, aktiviteti bankar u përqendrua në lindjen e mesme dhe më vonë u rigjallërua në Evropën mesetare. Në Itali, sidomos në qytete si Firenze, Venecia dhe Siena u themeluan banka të mirëfillta që ndihmuan në zhvillimin e tregtisë ndërkombëtare. Dhe ne sot e kësaj dite kemi një nga bankat më të vjetra në botë e cila vazhdon të ekziston ende, si është Banka Monte del Paschi de Siena, e cila është e themeluar në vitin 1472, ndërsa nëse fokusohemi te pjesa e bankës qendrore e parë, ajo konsiderohet të jetë Sveriges Riksbank në Suedi, e cila është e themeluar në vitin 1668 dhe kishte institucion të quhet do thotë i pari, i cili funksionon si një bankë qendrore ose bankë popullore. Ju përmendet Italinë, përmendet Suedin, por nuk përmendet Zvicrën, edhe pse kur themi për banka direkt Zvicra na vjen në mendje neve. Po Zvicra si sistem bankar, do thotë me krejt rregulla të veta që i ka, do thotë ja trakton njerëzit të jenë sigurt që parat atje që i deponojnë që do të jenë të sigurta. Kështu që pavarësisht ku janë fillet e para, nuk nënkupton që ato vende janë edhe më të zhvilluara me sistemin bankar. Po, do thot atje kanë nisur, por nuk mundemi të themi që edhe Italia edhe Suedia nuk janë të zhvilluar, por është shumë e rëndësishme si bankat ose sistemi financiar e ndihmon ose e mbështet ekonominë në ato vende, se nëse i kemi bankat më të zhvilluara ose kanë më tepër para dhe sistemi i rregulluar mirë që të mundet të ofron kredi me normat interesit të cilët do t'jenë më të ulta, atëherë huamarrja do t'jetë më e lartë dhe shumë më tepër si njerëzit, individët, por ashtu edhe kompani do të mundet t'i plotësojnë ato aktivitetet e veta dhe madje edhe vetë ekonomia rritet edhe regjistron edhe një më të mirë në ekonomi.
ju vetë se më fillua të flitni për qarkullimin e parave. Ndonjëherë është pak e pa qartë se si është e mundshme që për shembull nëse depozitojmë para ose kemi para në bank, si ato mund të qëndrojnë për gjatë kohë ose marrja e kredive. Të flasim pak për atë se si qarkullojnë monedat ose parat brenda një banke. Ashtu, do thotë, bankat janë ndërmjetësuese financiar që marrin depozita nga individët dhe institucionet të tjera dhe pastaj përdorin për të dhënë kredi për individ, biznes dhe qeveri. Ato në fakt mundojnë që të qarkullojnë parat nga kursimtarët dhe investitorët dhe konsumatorët dhe ky qarkullim e përmirëson efikasitetin ekonomik dhe nxit rritje. Në fakt çfarë bëjnë bankat? I marrin ato para nga depozituesit dhe pastaj i huazojnë. Gjithsesi që ato nuk mundet 100% i huazojnë parat të cilët i marrin nga depozitat, këtu banka qendrore kontrollon ofertën e paras duke ju imponuar bankave komerciale që të mbajnë edhe rezervat të detyrueshme dhe me atë do thotë rritën ose zvogëlon mundësinë që bankat i japin më tepër hua. Dhe gjithsesi atë që e bojnë edhe vetë bankat lehtësojnë pagesat në ekonomi, që do thotë dhe ofrojnë shërbime të tjera, me të cilët në fakt përshpejtohet edhe rrjedhja e paras, dhe çdo herë do thotë këto operacione bëhen në bazë ose në përputhje me rregullat dhe politikat monetare të përcaktuara nga Banka Qendrore, siç thash, cilët e kontrollojnë ofertën e paras si nëpërmjet të rezervave minimale, por ashtu edhe nëpërmjet të normave të interesit, duke i bërë parat do thotë më të lira ose më të shtrenjta në ekonomi. Në fakt ju përmendët pak normën e interesit, përmendët pak kredit, po përmendët edhe diçka interesante që nëse bankat janë të forta, sistemi bankar është i fort, norma e interesit është më e ulët dhe si rrjedhoj kemi edhe huamarrje më të madhe nëse ju kam kuptuar qartë. Ku gjendet Maqedonia e Veriut në këtë drejtim? Jemi me norma të interesit të ulta, mesatare ose ku jemi? Nuk mund të themi që kemi normat të interesit të ulta, gjithsesi që në kalkulimin e normave të interesit ka të bëjnë shumë faktorë si të mbrendshëm në ekonominë ashtu edhe jashtëm. Në këtë drejtim, për shembull, mundem të përdori pak do thotë normat të interesit të cilët ishin gjatë kohës të Covid krizës dhe pastaj gjatë krizës energjetike, ku për shembull gjatë pandemisë duke dashur që të lehtësohet ose të mbështetet ekonomia, normat e interesit nga Banka Qendrore ulën edhe kjo ishte pastaj një bazë që edhe bankat komerciale të ulin normat e interesit, por pastaj do thotë si filloi kriza energjetike, kishte nevojë që të rriten normat e interesit, se vetë kriza energjetike ishte ndjekur nga rritja e inflacionit dhe kjo sëmundje mund të themi ekonomisë, inflacioni i lartë nuk mundet të përballet përveç do thotë rritje të normave të interesit dhe në këtë drejtim unë do të kisha dashur të tregoj se sa do thotë këto kanë ndryshuar. Për shembull normat bazë nga 1.25% të cilët ishin në vitin 2021, u rritën në shtator 2023 në 6.3%. Shikoni do thotë një dallim të lartë të normave të interesit nga Banka Qendrore, që pastaj do thotë shkakton që edhe normat e interesit për produkte të ndryshme financiare që bankat komerciale ofrojnë, kishte nevojë në fakt të rriten. Gjithsesi që pastaj me stabilizimin e inflacionit dhe përmirësimin e kushteve makroekonomike, filloi të ulet edhe norma e interesit nga Banka Qendrore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila në dhjetor 2024 uli në 5.55, ndërsa me të dhënat më të fundit në mars 2025, norma bazë u mbajtur e pandryshuar në 5.35. Do thotë normat e interesit të Bankës Qendrore janë do thotë një shtyllë në bazë të cilët bazohen krejt ato normat e interesit të produkteve të ndryshme financiare në sistemin bankar.
Prandaj do thot kjo duhet të ndjeket edhe shumë është me rëndësi ne si subjekt t'i besojmë Bankës Monetare derisa ajo do thot krijon një politike pavarur monetare, atëherë edhe besimi është më i lartë edhe ato shtete të cilët kanë një besim më të lartë në sistemin financiar, sistemin bankar, ato do thot mundet edhe të hecin më tepër përpara. Po nuk mund të them që ne kemi do thot normat e interesit në bankat tona komerciale janë të ulta edhe kjo mundet të shikohet edhe nga profitabilitetin që ato e kanë, ashtu. Këto do thot edhe në kushte kur kemi pas Covid-19, në kushte në vitin 2007-2009 në bankat tona do thot kanë krijuar edhe do thot profite ekstra. A kanë do thot mundësi që t'i ulin normat të interesit? Gjithsesi që po, por mbete do thot ato ta vendosin këtë çështje, se Banka Popullore e determinon normën e interesit për letrat me vlerë që ajo i shet, por nuk mundet t'ju imponon bankave komerciale për nivelin e normave të interesit që ato do t'i marrin për produktet e veta. Pikërisht. Përmendet pak besimin në sistemin bankar, ne shumë shpesh flasim për besimin në sistemin gjyqësor, i cili fatkeqësisht është në 2%. Si mendoni, kemi besim në sistemin bankar në përgjithësi? Po, mendoj se po. Në këtë drejtim, cilat janë ato produkte të cilat janë më të shitura në bankat tona këtu brenda Maqedonisë së Veriut? Ashtu do thotë ne produktet më të shitura janë ose më tepër që përdoren janë llogaritë rrjedhëse dhe të kursimit, të cilët në fakt bëjnë ruajtje ose menaxhim të përditshëm të fondeve. Pastaj janë kartat e kreditit dhe debitit të cilët përdoren për pagesa dhe huazim hafashkurtër, kredit personale dhe banesore, depozitat me afat, kreditet për bizneset, si dhe shërbimet digjitale si mobile banking dhe e-banking, të cilët në fakt në mundsoj që të kemi një lehtësim dhe aksesin dhe menaxhimin e financave tona. Këto janë do thotë produktet më të përdorura. Përmendet pak mobile banking dhe e-banking, unë së fundmi në rrjetet sociale pash dikë i cili tregonte që nëse të gaboj në Kinë, vetëm me shenjën e dorës mund të paguante, ose me raste kur paguaj me orë, me telefon, do arrim së shpejti të i kapim këto hapa në Maqedoninë e Veriut ose na duhet ende kohë? Disa banka veç ma përdorin disa do thot pagesa me telefon e sen, por do thot disa shtete kanë hecur shumë përpara. Unë kujtohem para 30 vite, mundet se edhe ma tepër, mos më mbani në fjalë, kam parë një dokumentar në televizion edhe shpesher edhe ju a tregoj studentëve të mi, ishte një dokumentar nga Japonia, kur do thot bile me ato celularët klasike të vogla, nuk kanë qenë smartphones, me ato është bërë pagesa në supermarkete, do thot, ose për shembull blerja e kafes nga makinat e kafes, e tjerë, do thot, paramendoni ne atër do thot nuk kemi përdor as kartela debitore, kreditore, kur ato i kanë përdor edhe këto mjete financiare, ose mundësi ose shërbime. Ne ndjekim sistemin modern, por besoj që ende ka hapësirë çfarë mundet të bëhet. Shumë më tepër shërbime financiare mundet të lehtësohen përmes përdorimit të celularit ose të e-banking. A mendoni që njerëzit ende preferojnë më shumë t'i paguajnë faturat e tyre qoftë elektrike ose tjera duke shkuar në vend për të paguar apo online? Kjo varet nga gjenerata. Gjeneratat më të vjetra, ato do thot praktikojnë që të shkojnë edhe ta bëjnë pagesën edhe në me kartë monedha, ndërsa gjeneratat më të reja ma e bëjnë pagesën edhe në formë elektronike, duke mos dashur që të presin rent e tjerë, ashtu që i krind varet nga preferencat e tyre, por gjithsesi mendoj se një edukim financiar më të lartë do ta kishte ndihmuar edhe këtë proces. I besoj që edhe ato të cilët mundet se dëshirojnë që të bëjnë pagesën në formë elektronike, por nuk e din si ta bëjnë, mendoj se edhe këtu një edukim financiar do t'ju kishte ndihmuar që ta bëjnë këtë në këtë formë.
Unë do i rikthem prap kredive, sepse nëse ulesh në tavolina miq familjarësh, ndoshta ndër hallet më të mëdha janë edhe kredit të cilat njerëzit i kanë. Kemi të dhëna se cilat janë kredit më të shpeshta ose arsyet për të cilat më shumë të njerëzit marrin kredi këtu? Po do thot ato dhe edhe i përmend, do thot ma tepër janë për çështje banesore, pastaj për kredi konsumatore, biznese gjithsesi që i marrin hua që të munden të rrisin aktivitetet e veta dhe të bëjnë investime të ndryshme. Dhe këto janë ato të cilët përdoren më tepër. Ka një term të cilën unë kam dëgju disa herë, mirë po për shkak se jam në sferës e ekonomisë, ka qenë pak e rëndë për ta kuptuar, kredit e këqija. Çfarë janë ato? Na sqaroni pak dhe cili është ndikimi i tyre? Po, do thot kredit e këqija janë ato që të cilët nuk paguajnë sipas planit të caktuar dhe ka një risk të lartë të moshlyerjeje. Dhe këto ndikojnë negativisht në bilancet e bankave duke ulur fitimet dhe rritur nevojat për rezerva shtesë. Dhe një nivel i lartë i kredive të këqija ndëmton stabilitetin financiar dhe kjo pastaj ulën besimin e publikut në sistemin bankar. Por gjithsesi, kjo mundet edhe të menaxhohet, në fakt vetë bankat mundet në fakt ta menaxhojnë këtë risk dhe gjithsesi edhe autoritetet mbikëqyrëse mundet të ndikojnë në këtë drejtim. Mundet se duhet të bëhet një vlerësim më i kujdesshëm i kredimarrësit, pastaj politika të kujdesshme të huadhënies, mbikëqyrje të vazhdueshme ose monitorim të vazhdueshëm, gjithsesi edukim financiar i klientëve, mundet se përdorime edhe të teknologjive të ndryshme për analizën e të dhënave për huamarrësit dhe politika të forta ligjore nga banka qendrore, njësoj edhe ristrukturimi i hershëm i kredive me probleme. Mundet se nëse bankat e ndjekin klientin tërkohës edhe e hetojnë që ai ka shans që ose të jetë në risk që mos e shlyen bordhin, atë në fakt ta ndihmojnë ose ta konsultojnë se ta udhëzojnë çfarë duhet të bëhet që për shembull mundet të vazhdon të jetë i suksesshëm në pagesën e kredive. Domethënë, pra, për të thënë thjesht janë ato kreditë të cilat kanë shansa të larta të mos shlyen. Dhe kjo shkon në dëm të bankave. Po, gjithsesi që shkon në dëm të bankave, se bankat nuk kanë as pak interes që klientët mos e paguajnë kredin. Biles edhe ato të cilët kanë një garancion, një hipotek, banka nuk është interesuar për hipotekat se nëse posedoni hipotek, ju nuk mundeni klientit tjetër të jepni hua. Do thot banka ka interes të jep hua në formë të paras dhe ta merr do thot pagesën në formë të rregullt që të mundet në fakt të vazhdon me aktivitetin e vetë. Pikrisht. Dhe unë dua të ndalem pak pavarësisht që ne po flasim për banka, diçka një trend i ri i cili është faqë në shoqëri janë këto kredite shpejta, të cilat po ipen dhe ndoshta është bërë një formë e vogël e një banke. Sa janë të rrezikshme dhe ku duhet në fakt qytetarët të marrin kredi nëse vetë se më kanë nevojë për kredi? Mendoj se këto do njëherë ofrojnë mundësi të mira se këto kredi janë të shpejta, por shpeshherë mundet edhe njerëzit nëse nuk din ta kontrollojnë veten, të marrin më tepër se sa do thotë edhe kanë mundësi të kthejnë. A këtu siç e dim do thotë nuk ka shumë do një analizë të fortë të asaj se kush mundet të merr kredi, do thotë vetëm me një letër njoftim shkoni e merrni huan dhe pastaj do thotë gjithsesi që ju rrin mbi kokë që ta ktheni huan. Mendoj se nuk është mirë të mirët shpesh, por vetëm kur ka nevojë, gjithsesi që bankat janë shumë më rigoroze kur japin kredi se sa që janë këto kursimorët në këtë formë, me formë të shpejta të kredive. Po, në fakt, mirë po, kemi dëgjuar edhe rastet ndoshta të problemeve më të mëdha cilat janë hapur nga këto kredite shpejta, kështu që se di për mua prap do të ishte ndoshta më e sigurt banka. Gjithsesi që po. Kur jemi kështu tek bankat dhe sistemi bankar në përgjithësi, sa mendoni që ne kemi në përgjithësi si shoqëri njohuri për mënyrën se si menaxhojmë financat tona, se a duhet të depozitojmë, sa duhet të harxojmë edhe kështu me radhë?
Po mendoj se këtu në këtë drejtim niveli i edukimit financiar duhet të rritet, se një ekonomi, do thotë, ose sistemi financiar mundet të funksionon vetëm parat nëse mbahen në bankë dhe banka pastaj mundet në fakt të huazon më tutje, duke ju ofruar mundësi për, siç thash, do thotë, plotësim të nevojave ose të aktiviteteve investuese të kompanive, se nëse mbahen parat në shtëpi, do thotë, ato nuk kanë asnjë efekt në ekonomi, por multiplikimi i depozitave edhe krijimi i ofertës së paras krijohet vetëm nëse ato janë të deponuar dhe nëse bankat vazhdojnë të huazojnë, dhe se gjatë krizës 2007-2009 në disa shtete të zhvilluara në botë, ajo që ndodhi ishte që bankat, pa marrë parasysh që kishin para, ato nuk i huazojshin më tutje. Edhe ashtu që ndërprehet edhe ai procesi i krijimit ose ofertës së likuiditetit në ekonominë. Prandaj është shumë e rëndësishme do thotë këto para të jenë do thotë të deponuara, por edhe bankat t'i ofrojnë më tutje, se vetëm ashtu do thotë do të mbështetet edhe vetë ekonomia. Kam një pyetje, për shkak se ju jeni në përditshmëri me studentët, çka është ajo që ndoshta studentëve ju ka lënë më shumë të përshtypje kur bëhet fjalë për bankat dhe sistemin bankar? Çfarë është ajo që ndoshta ne nuk e dim, por është e rëndësishme ta dim? Po, do thotë, këtë edhe bisedojmë, edhe nëse ndërlidhe me atë sistemin edukativ të financiar. Mendoj se kjo duhet të ekzistojë jo në nivelin më të lartë, e di që mendoj se ka disa lëndë të zgjedhore në arsimin të mesëm, po edukimi financiar duhet të fillon nga jo nga shkollat, do thotë nga qerdhet. Se atë do thotë fëmijë duhet të dinë që duhet të kursejnë, se vetë në kursimin, do thotë në një periudhë të ardhshme, do të munden në fakt të blejnë diçka që mundet se do t'i plotëson nevojat e tyre për do një blerje më të lartë, do thotë do një blerje më të shtrenjtë, do thotë kursime të vogla në kohë kur fëmijët janë të vegjël, gjithsesi pastaj ato kursime të rriten, ta dinë do thotë rëndësinë e kursimeve, se vetëm nga kursimet pastaj do thotë kemi efekte pozitive në ekonomi, gjithsesi edhe konsumi është i rëndësishëm, por të kemi një kombinim të konsumit me kursimin, dhe besoj që studentët atë që e shikojnë është që vetë rëndësia e zhvillimit të sistemit financiar dhe besimi në sistemin, në përgjithësi, se atë edhe kemi folur, edhe kemi shikuar nga rastet të ndryshme, nëse në një ekonomi sistemi bankar nuk ofron kredi dhe në anën tjetër vetë njerëzit ose subjektet nuk i besojnë politikës monetare, një marrje e do një mase mund të ketë efekt negativ. Do të nëse politika monetare me masat, instrumentet e veta do të kishte dashur të bën një diçka të mirë për ekonominë, ta ndihmon subjektet, nëse nuk e kanë atë besim, atëherë do thotë mundet të reagojnë në anën e kundërt dhe të krijojnë efekte të cilat nuk janë të dëshiruara. Dhe duke dashur politika monetare të bën diçka të mirë, në fakt të krijon diçka keqe. A dim që rezultati ose efektet e politikës monetare hetohen nëpërmjet të bankave. Ashtu që një pavarësi të lartë të bankës qendrore, që mendoj se vazhdojmë ta mbajmë, me një sistem financiar i cili do ta mbështetën ekonominë, gjithsesi këtu me një mundësi po të ketë edhe pak një ulje më të lartë të normave të interesit që të ndihmojë ekonomia, por kjo çdo duhet të jetë ndjekur nga kushtet, rrethanat të cilët janë në ekonomi, siç thash, vetë sistemi financiar nuk duhet ta nxjeni ekonominë, por duhet ta mbështetën, dhe atëherë kur ka nevojë dhe të frenohet ekonomia, ashtu si do thotë e kishim edhe rastin në disa 2-3 vitet e fundit. Kuptoj. Në fakt ne folëm shumë për bankat sot edhe për atë që ju në përditshmëri edhe ligjeroni. Ne jemi drejt fundit të bisedës sonë për sot, nuk e di nëse keni ndonjë mesazh për gjithë shikuesit tanë. Në drejtim të financave, do thotë të kemi mundësi, në fakt krejt të kemi të ardhura të larta, të kemi mundësi edhe të kursejmë, edhe të shpenzojmë, por gjithsesi t'i besojmë sistemit financiar edhe besoj që kjo do t'jetë mirë për krejt ekonominë. Faleminderit shumë edhe një herë profesore që ishit pjesë e emisionit për ditën e sotme. Faleminderit për ftesën.